përshëndetje, në këtë seancë do vazhdojmë të shpjegojmë për pjesën e Google Kalendar, të shohim se si do menaxhojmë eventet të cilët i përkasin kalendarëve të ndryshëm dhe gjithashtu, ashtu siç e kemi shpjeguar edhe në videon tjetër, do jetë një vazhdim i asaj video ku do shpjegojmë edhe krijimin e kalendarëve të ri dhe do shohim disa nga elementet e tjerë shtesë të Google Kalendar. Atëherë shkojmë tek shumpikshi dhe hapim Google Kalendar. Tashmë kemi hapur kalendarin ton, në të cilën neve shfaqet një formë elektronike e kalendarit dhe shfaqet tek My Calendar, kalendarit e mi, që në këtë rast është kalendari personal, është një kalendar tjetër që unë kam krijuar më përpara me emrin Puna. Tani këtë kalendar ju mund ta ndryshoni ngjyrën duke i vendosur ngjyrime të ndryshme, ose edhe mund ta fshini me këtë kryqin dhe në këtë mënyrë i bani unscribe ose e heqni kalendarin nga pjesa e kalendarëve të mi. E supozojmë që do krijojmë një kalendar të ri, sportet, në të cilën do regjistrojmë të gjitha eventet, të cilat ose takimet ose ndeshjet të ndryshme në sportive që ne ndjekim. Tek Other Calendars, që ta bëjmë më të dukshme, është një si kryq dhe këtu mund të shtojmë Create a new calendar. Këtu vendosim sport dhe vendosim time zone-ën, që në këtë rast është Tiranë, dhe bëjmë një create. Tashmë është në proces krijimi. Dhe kalendari sportiv u krijua. Po të shikojmë, ne kemi një kalendar të ri sportiv, mund të ndryshojmë ngjyrat, vendosim purple dhe sërish të kalendar, në setting and sharing, ne mund të vendosim se me kë mund ta bëjmë ta bashkëndajmë të kalendar. E supozojmë që kemi një grup të cilët shënojmë të gjitha eventet sportive dhe këtu mund të shënohet adresa e-mailit dhe më pas vendosim të drejtat, në qoftë se këto persona mund të shikojnë vetëm eventet, mund të ndryshojnë eventet ose mund të bëjnë edhe të ndryshojnë, po edhe të menaxhojnë se ku mund ta shërojnë këtë kalendar. Tani më i përdorshmi është See all the events, që do të shohin vetëm eventet, por në varësi të kategorisë së grupit mund të përcaktoni edhe të drejtat e këtyre anëtarëve të grupit që mund të kenë akses në këtë kalendar. E supozojmë që për këtë kalendar, për kalendarin sportiv, ditën e shtunë, e supozojmë në këtë orar, do ketë një ndeshje tenisi. Atëherë, e supozojmë që përcaktojmë kohën e fillimit dhe mbarimit dhe datën, ose mund të përcaktojmë që kjo ndeshje është gjatë gjithë ditës, mund të përcaktojmë periodicitetin e këtij aktiviteti, mund të themi që kjo ndodh çdo fundjavë, ndodh një herë në vit, e supozojmë që kjo si ngjarje ose si event ndodh çdo vit me 24 maj. Përcaktojmë vendodhjen, që në këtë rast është lokacioni i tillë, e shikojmë dhe mund të përdorim opsionin e Google Maps ku automatikisht kjo vendodhje shfaqet në Google Maps, ose mund kemi një adresë specifike e specifikuar në Google Maps. Më pas mund të shtojmë notifikim ku një ditë përpara dërgohet një email, një notifikim, mund të përcaktojmë një email ku jemi 2 ditë ose 3 ditë përpara dërgohet një email ku është një reminder mbi këtë aktivitet ose si kujtesë mbi këtë aktivitet, dhe më pas përzgjedhim kalendarin. Ne kemi kalendarin personal, që është me jeshile, kemi kalendarin e punës ku regjistrojmë aktivitetet e punës dhe kemi një kalendar sportiv ku regjistrojmë dhe bashkëndajmë anëtarët e tjerë të grupit të gjitha aktivitetet sportive. Në këtë rast i përket kategorisë sportiv, do të thoni përket kalendarit sportiv dhe ne e shënojmë në këtë kalendar. Më pas mund ta shënojmë aktivitetin tonë, do të thonë nëse ne jemi free ose busy, dhe shënojmë përshkrimin e këtij aktiviteti, mund të ngarkojmë
dokumenta ose mund të bëjmë insert një link dhe shtojmë mysafirët në këtë aktivitet dhe i japim të drejta. Për shembull, ky mysafir ka të drejta të tjera, e supozojmë që ai ka të drejta superiore, ai mund të ndryshojë të gjithë aktivitetin ose nuk e ka si të drejtë në varësi të çekit ose mund ta klikoni ose mund mos e klikoni. Mund të ketë në qoftë se e klikoni këtë, do të thotë që të gjitha të tjerat më poshtë i ka të përfshira në opsionin e parë. Në qoftë se nuk dëshironi që ai të ketë akses të plot mbi këtë ngjarje, mund ta specifikojmë ose mund ta përcaktojmë që ai ka akses vetëm për të ftuar të tjerët ose të shikojë dhe listën e pjesëmarrësve në këtë aktivitet. Dhe më pas ne supozojmë që e heqim. Në këtë rast ne vendosim që këtë person ose këtë guest t'i japim të drejtat ose rolet sipas përcaktimit të pozicionit të tij në këtë ndeshje. Dhe bëjmë create dhe shikojmë që ndeshja tashmë është krijuar dhe ka marrë një ngjyrë Leila, që në këtë rast përkon me kalendarin sportiv. Në qoftë se ne e heqim klikimin nga kalendari sportiv, do thotë që ai zhduket nga kalendari ose vizibiliteti në kalendarin tonë. E përzgjedhim, ndërtojmë një ngjarje të re ose një event të ri, e hapim sërish dhe krijojmë takim me drejtorin, supozojmë. Do jetë gjithë ditën, nuk është një vend që mund të përsëritet, është një konferencë që do thotë do ta kemi një URL ose një link nga ku mund të bëjmë një Google Meet, që do thotë do të takohemi online. Nuk ka një lokacion. Pastaj dërgojmë një ditë më përpara një notifikim dhe dërgojmë edhe një email dhe ky është event pune që në këtë rast ne e përcaktojmë te kalendari i punës dhe në këtë rast ndryshon dhe ngjyra dhe është e dukshme vetëm për ato persona të cilët kanë akses në këtë lloj kalendari. Pastaj jemi busy, mund të shënojmë, të shkruajmë ose të vendosim insert që kemi prezantuar edhe tek të tjerët, tek listat e tjerëve. Në këtë rast vendoset si guest personi në cilën do bëhet ky takim dhe specifikohet për missions dhe jepet save. Tani kemi takuar gjithë ditën drejtorin dhe kjo është një portokalli. Në qoftë se ne e heqim, ajo nuk shfaqet. Siç e shikoni përmes ngjyrave ose mund ta klikojmë këtë. E hapim këtu dhe vendosim një orar mbarimi. Dhe në këtë rast kemi një takim që do të zgjas nga ora 10 deri në 11 me drejtorin. Dhe shikojmë që përmes opsionet dhe selektimit të kalendarëve të ndryshëm, ne përzgjedhim edhe çfarë mund të shfaqim në kalendarin tonë. E supozojmë po sërish për ditën e sotme, create more options, krijojmë më shumë opsione dhe krijojmë, e supozojmë takim me klasë kërcimi. Dhe ky është pas orarit të punës, është një aktivitet që e ndiqni në këtë orar dhe përcaktoni vendodhjen, që në këtë rast është një vendodhje fizike, dhe përcaktoni kalendarin, që në këtë rast është një aktivitet personal, nuk është një aktivitet që ka lidhje me punën ose me grupin tim mund të jetë një grup kishe, mund të jetë një grup i cili është për sport, mund të jetë një grup trajnimi, një grup shkolle, varet. Në këtë rast është një aktivitet që e bëni personal dhe këtu mund të shkruani mbi përshkrimin e aktivitetit, mund të shënoni edhe këtu guest dhe mund ta krijoni si klasë kërcimi. Dhe siç e shihni, kemi krijuar disa aktivitete të ndryshme, të cilët i përkasin kalendarëve të ndryshëm dhe në qoftë se ne e heqim, domethënë shikojmë që kanë ngjyra të ndryshme, marrin ngjyrime të ndryshme dhe përcaktojnë edhe kujt
kalendari i përkasin. Përveç kësaj të supozojmë që këtë kalendar e fshim nga lista, ose mund të vendosim të ndryshojmë dhe ngjyrën, apo dhe mund të lëvizim ose mund të shohim edhe opsionet e tjera. Përveç kësaj, në Others kalendar, ne mund të bëjmë subscribe një kalendari dhe siç e kam shpjeguar në videon e mëparshme, mund të kërkojmë këtij personi që të na japi një autorizim për kalendarin e tij. Dhe në këtë mënyrë i bashkangjitet dhe kalendari, ju mund të shikoni eventet e kalendarit të tij. Në këtë mënyrë ju mund të menaxhoni shumë kalendar në varësi të pozicionit tuaj. E supozojmë që ju jeni një sekretare dhe do menaxhoni dhe kalendarin e drejtorit ose menaxherit tuaj, dhe në këtë mënyrë kalendari i tij është bërë share me juve që ju ta menaxhoni, ta ndryshoni ose t'i hellni të gjitha të dhënat në kalendar, kur ai të mund të vijë në zyrë, të mund të i shikoj gjitha eventet e tij, ose mund të jetë një kalendar grup aktivitetesh ku ju mund të menaxhoni të gjithë aktivitetin që mendoni që duhet të pasqyrohet në kalendar.